Sado që nuk po du me u marrë shumë të kaluaren, por ne këtu kemi qenë të gjithë bashkë. Edhe nuk është mirë që të sillemi thua se tashmë ndodhe diçka. Ne e dim si ka shku në të kaluaren shumë herë, si janë marrë votat, si është vepru edhe plot rastet e tjera. Për cilat, pra po them, tash për shkak të situatës në cilën jemi, nuk jam e interesune që të flas më shumë. Por ne e dim. Duket se si shoqëri edhe qeveria ne e dim si është bën të kalunen. Dhe ju e përmendet edhe AK-n për shembull. Si kemi mund me e thirrë në diskutim me AK-n, kur zoti Haradinaj e ka shpreh publikisht vullnetin, dëshirën, insistimin e tij që të bëhet president, dhe madje këta që ka bisedu edhe me PDK-n, edhe me LDK-n, kanë kërkuar në shkrimet e tyre. Pra në këtë situatë, kjo ka qenë një ndër arsyet për te i numri, domethënë që ka qenë e pamundur me u arrit në ta. Por kjo ka qenë një prej arsyeve. Veç jeni tu e përjashtu një fakt që në rast se nuk i ndiqni debatet politike që ndodhin, për shkak se ka pas ftesë që mos më ndjek debatet politike natën, në të kaluar në kjo ftesë, me kuptu që në këtë studio të paktën po dhe në studio të tjera nuk është përjashtu mundësia që AK-ja me votu Vjosa Osmanin. Pra, kur është pyet vetë Ramush Haradinaj në studion time, nuk ka pas qëndrim të prerë që nuk e votojnë Vjosa Osmanin. Prandaj, ti mundesh me thirr dikon në takim, se i ka 6 vota. 6 vota i ka, që se ke thirr në takim, edhe mi thonë, më falë, ty nuk po du, po a bën Vjosa Osmanin me bo presidente, se të dëgjova në një studio, filan studio televizive, të mos ja përgjigje, që to 6 vota munden me pështu Kosovën për mos me shku në zgjedhje. Tash për me pas një diskutim në edhe një zgjedhje në kuvend, me gjithë respektin për diskutimin që bëhet në studio televizive, por edhe në prononcime të ndryshme publike, është edhe një rrugë institucionale. Për shembull më pash, PDK-ja, është interesant, nuk ka dërguar asnjë koment në gjykatën kushtetuese në lidhje me dekretin e presidentes. As në mbështetje të dekretit e as me argumente kundër dekretit. Është subjekti i dytë më i madh në kuvend, i kanë 22 deputet, nuk kanë dërguar asnjë koment në gjykatën kushtetuese. Sepse dje kur i pyeta thanë na është duk çështje formale kjo. Kush tha ashtu? Përparim Gruda. Profesori, çish mundet me ju duk çështje formale? Hajde mëse sa ata janë sigur që dekreti është me të drejtë. Po. Që s'ka nevojë as me labru. Unë mendoj që sipas tyre me aq sa un kam përcjell ose me aq sa un kam dëgju, Përparim Gruda është i vetmi individ që thotë që dekreti i përshpërndarjes në kuvendit është në harmoni me kushtetutën. I vetmi krejt opozita. I vetmi. Unë vetëm Përparim Grudën e kam dëgju që ka dalë në përkrahje të dekretit. Për ndryshe, në fakt edhe argumentet, domethënë këto deklarata që kanë shku zyrtarisht, LDK-ja ka dërgu komentet, por në të gjithë njasit, të cilët janë qoftë profesor të së drejtës kushtetuese, qoftë njas të sistemit juridike dhe ish gjyqtar të gjykatës kushtetuese, edhe ekspert, jurist eminent, të gjithë, me aq sa unë kam dëgju, të gjithë deklarojnë se dekreti bjen ndesh me kushtetutën. Dhe është ndër të pakta të raste që ka një unitet të qëndrimeve në raport me mos përputhjen me kushtetutën të dekretit. Vetmi person që unë kam dëgju që thot është Përparim Gruda. Po duket kjo për shkak të dëshirës së tij të madhe edhe tyre për të dërguar vendin